Mira njerëz janë mbledhur në qytetin e Novi Sadit në Serbi për të shënuar një vjetorin e tragjedisë së rënjës së qatisë së stacionit të trenit, ku humbën jetën 16 persona më 1 nëntor 2024. Protestat, të cilat nuk janë dalur prej një viti kundër qeverisë, e cila akuzohet për korrupsion, janë udhëhequr nga studentët që edhe kësaj here u pritën në rrugë nga mijëra qytetarë me fishek zjarre dhe broritje. Gjithashtu studentët morën kartolina falënderimi në të cilat shkruhej për çdo hap që hidhnin në luftën për liri. Protestuesit pritet të bllokojnë kryqëzimet pranë fakultetit të drejtësisë ose fakultetit të bujqësisë për të shënuar një vjetorin e vdekjes atyre që u vranë tragjikisht në rënjën e tendës në Novi Sad. Protesta e 1 nëntorit do të mbahet si tubim përkujtimor për të shënuar një vjetorin e tragjedisë. Edhe pse protestat më të mëdha në historinë moderne të Serbisë kanë vazhduar për një vit të plot, qeveria vazhdon të refuzojë të tharrasë zgjedhjet e parakohshme parlamentare, kërkesa kryesore e studentëve dhe qytetarëve. Tenda e stacionit hekurudhor të rinovuar Rishtazi në Novi Sad u shem më 1 nëntor në orën 11:52 të paraditës. Më 3 nëntor të një viti më parë filluan protestat e para në Beograd me demonstruesi që kërkonin dorëheqjen e qeverisë.